jo sot, por kur nuk do të vim në vetëvendosje. Sa po i ndëgjoja për një moment menova se kanë kalu në radhët e vetëvendosjes, sepse flisnin si kur t'ishin deputet të vetëvendosjes. Vetëm shiko sa ish deputet të PDK-s ke për rreth. Shiko sa ish LPK-s ke për rreth. Dhe do ta marrësh përgjigjen pse unë e lumiri, jo sot, por kur nuk do të vim në vetëvendosje. Nëse rikthehemi pak në retrospektivë, Zënja Pantina ju gjatë debatin në vendin e Kosovës në vitin 2017, nëse nuk gaboj keni pasur një diskutim me Zënën Osmani atëherë në tabore të ndryshme, ju në lëvizjen vetëvendosje ajo në lidhjen demokratike ku në një moment e njëjta ju drejtohet se asaj jo, pra Zënja Osmani dhe as zotri Abdigjiku nuk do të shkojnë në lëvizjen vendosje, apo bëheni bashkë tash në DDK? Shiqo, e mbaj mend shumë mirë diskutimin. Vjosa ka qenë duke kritikuar Partinë Demokratike e cila ishte në qeveri me panin e atë kohë, dhe unë në një moment i them se për gjitha ato që ju po kritikoni PDK-n, LDK-ja ka qenë bashkë, sepse një mandat më herët ata ishin bashkë në qeverisje, dhe unë i them se mendimet e saj në atë kohë ishin më të përafta me mendimet që ne i ndanim si lëvizje vetëvendosje në atë kohë, kur ne ende ishim ajo struktura, grupi parlamentar që i kishte bërë ato beteja. Dhe unë i them, hajde, bashko me ne dhe këtë përpjekje, këtë betej, këtë luft kushtimisht, ta bëjmë se bashku. Dhe ajo thot se asnjëherë, dhe unë i them ti edhe lumiri, sepse edhe Abdigjiku sa po ishte bashkuar politike, ishte në mandatin e parë si deputet në atë kohë, dhe unë mendoja se ne si të ri edhe në moshë, po edhe në politikë, ndanim qëndrimet për njëjta, dhe në fakt ndanim qëndrimet të njëjta në atë kohë, ajo deklarohet se nuk do t'jetë asnjëherë në vetëvendosje. Pastaj ne u larguam, nëse ju kujtohet, ishim 13 deputet që u larguam nga lëvizja vetëvendosje, paka shumë për njëjtat arsye që ajo thonte se nuk do të shkonte në vetëvendosje. Por çfarë ndodhi disa vite më vonë, ajo vetë u bë pjesë e listës së lëvizjes vetëvendosje, ndonse në koalicion jo drejt për drejt në LDK, në vetëvendosje. Unë mendoj se politika është dinamike, nuk është statike, me thonë që djek i thonë kështu dhe pse sot po e ndronë qëndrimin, varsisht prej rrethonave, njerëzit edhe mund t'i ndryshojnë mendimet, unë nuk i gjykoj ata njerëz që ndryshojnë mendime bazuar në rrethona dhe mvarë se cilat janë arsyet. Kur ti ju qëndron besnik parimeve tua dhe ato parime sot nuk përputhen me subjektin me cilin ishe dje, për mua është krejt në rregull që ti kërkon pastaj se cili subjekt politik është përputhen parimet me ato çka ti përfaqëson. Dhe në një moment të caktuar kur ato nuk përputhen më, janë rrugë të ndara. Në anën tjetër unë e njoh po ashtu zotrin Kurti dhe e di se sa është i Zoti ai që ti mashtroj njerëzit, po e tham troq, sepse ai çdo herë në bisedat fillestare, në takimet e para nuk e thot atë çka mendon, po e thot atë çka ti dëshiron të dëgjosh, duke të lënë për të kuptuar se ai do të ndryshoj. Vetëm me kalimin e kohës e kupton që ai nuk ndryshon, thjesht ta ka thënë atë çka ti ke dashur ta dëgjosh e jo mendimin. Dhe unë mendoj se edhe me zonjën e Osmani, por edhe me plot figura të tjera që janë bashkuar vendosjes dhe kur e kanë pasur nuk është ashtu, e kanë praktisur atë, ai e ka përdorur të njëjtën strategji, e përdor njëjtën strategji edhe me qytetarët kur ua merr votat, sepse ne e dim fushata i premton krejt diçka tjetër dhe në këto 2 mandatet e tij si kryeministër në krye të qeverisë nuk i kemi pa që i ka realizuar ato premtime me të cilat ua ka marrë votën qytetarëve.